O Resul, të kujtojmë me mall ty që të patëm imam, prej kur nga kjo botë ke dal, Bilalis thërret ezan. Prej kur nga kjo botë ke dal, Bilalis thërret ezan. Kur ngritem të jap ezan, malën gjimi më kaplon, e gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton. E gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton. Ya Resul Allah, Ya Habib Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib Allahumma kama wa'adtana. Allahumma yassir umurana waghfir dhunubana wastur uyubana واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu me këtë ajet i kerim që urdhnon Allahu alem bi muradi. Jeni të vetëdijshëm se sot është dita e 17 e muajit mubarek, pra muajit të Ramazanit. Dhe jeni të vetëdijshëm se kjo datë për mbar muslimanët është shumë e rëndësishme. Dhe kjo ditë quhet dita e Bedrit, nga se në këtë ditë është zhvillu lufta në fushën e Bedrit, ballafaqimi i parë në mes muslimanëve dhe mushrikëve të Mekës, në mes atyre të cilët shumë vuajtën dhe shumë rade përjetuan në Mekë, pastaj u detyruan që të lëshojnë vendlindjen, të lënë shtëpinë dhe pasurinë dhe të largohen për të mbrojtur islamin, për të mbrojtur imanin, për të ruajtur dinin e tyre, flijuan çdo gjë dhe bën hijret për në Medinë. Megjithatë, Mekasit nuk ishin rahat pse muslimat janë vendosur, janë stabilizuar, janë vllazënuar në Medinë. Përgatitën një ushtri në udhëheqjen e Buxhenit për të mësuar Medinës për të sulmuar muslimanët edhe atje. Por Allahu xhelal thot: "Wa laqad nasarakumullahu bi Badr." Allahu ju ka ndihmuar juve në Bedr. "Wa antum adhilla", ju ishi me numër pak dhe ju nuk ishit të fuqishëm sa ata, por Allahu ju ndihmoi. Fattakullah, pra çdo herë keni frikë Allahun, kur ta keni frikë Allahun, Allahu do t'ju ndihmon. Që do të thotë kur ta keni frikë Allahun, urdhat e Allahut do t'i zbatoni, ndalimet e Allahut do t'i praktikoni, rrugën e pejgamberit do ta ndjekni, sunetet e pejgamberit nuk do t'i merrni në përkam, pra atëherë ju e keni frikë Allahun, ata që kanë frikë Allahun, Allahu ju ndihmon. Po që se keni frikë Allahun, ju do shpëtoni. Fattakullaha la'allakum tuflihun. Po që se doni shpëtim dunjë dhe në ahiret, do të keni dro, të mos e hidroni Allahun. Do të keni dro, atje ku ka urdhënu të mos mungoni, atje ku ju ka ndalu të mos prezentoni, kësaj thon frikë dhe Allahu xhelal, frikë respekt, të të vjen turp për Allahu xhelal dhe të largohen nga punët të cilat Allahu nuk i do. Pra vëllezër të dashur, do t'i themi disa fjalë, edhe pse në shumë raste është përmend kjo datë madhështore, pra është datë për ta përkujtuar vëllezër të dashur, dhe është datë për ta uruar musliman dhe për të thonë mbar muslimanëve dhe neve për hajër dhe të ajet dita e 17 e Ramazanit Sherifit, dita e fitores së parë tek musliman, thash Zoti që Bedri të përsëritet edhe shumë herë se ka nevojë.
pika të shkurta, pse ndodhi lufta e Bedrit? Pse luftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai cili ishte shumë i urtë, ai cili nuk e dashni luftën, ai cili ja ndroi emrin një djaloshit kur e pyeti si e ke emrin, tha harb. Harb do të thotë luftë. Tha jo tha harb. Ndroa emrin. Po si ta ndroja Resulullah? Me çfarë emri më ndron? Tha selam. Tha në vetë harb, selam. Në vetë luftës, paqë. Pra, emri jotë është paqë. Edhe e emërtoj djaloshin në vend të harb, e emërtoj me emrin selam. Pra, lufta nuk është e përqyeshme, as është e preferueshme në Islam. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, luftën mos e kërkon. Luftën mos e shkakton. Po që se ju imponohet, mos e ktheni shpinën. Pra në këtë parim janë bërë luftrat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë parim janë bërë luftrat. Pra mbrojtje, në vetë mbrojtje, ose në mbrojtje të muslimanëve, ose në mbrojtje të dëmtuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë edhe ka sulmu, por nuk ka sulmu për shkaqe ekonomike, për shkaqe politike, sa ai ka desh xhamderdën, kurse si, por ai ka sulmu në luftën e Hunenit, kur ai ishte në një beslidhje me një fis, e fisi tjetër e sulmoi ato, edhe kjo dash ta sulmon atë fis me të cilin ka bërë marrëveshje për mbrojtje. Pra, vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njëherë nuk e ka preferu, as që e ka inicu luftën, por e ka dashur paqen, selam. Me gjithë ato, bëjnë karikatura, shpifin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ai ka qenë njeri që ka desh të delë dhe gjapën e tjere. Kurse se, vëllezër të dashur, në gjithë luftat që janë zhvilluar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në gjithë luftat që janë zhvilluar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa njerëz kanë ra viktimë, sa njerëz janë vrarë, sa njerëz janë mbyt. Në gjithë luftat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mbytur 1018 persona. 1018 persona janë mbytur nga dy palët, edhe nga musliman, edhe nga jo musliman. Në luftrat që ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa njerëz janë vrarë në luftën e parë botërore, të cilën nuk e kemi shkaktuar ne musliman, po vetë të krishterët e kanë shkaktuar. Ata që bëjnë karikatura për neve, dhe ato të cilët neve na llogaritin terrorista, gjakpirsa. Sa viktima kanë ardhur në luftën e parë botërore? 25 milion. Po në luftën e dytë 55 milion. Po sa viktima kanë ardhur në Algjir për ta mbrojtur vendlindjen, vatanin nga sulmuesi, nga okupatori, nga Franca moderne. Sa Algjirian kanë ardhur viktima, sa fëmijë, sa gra, sa pleqe, sa të gjithë viktimat në luftën për mbrojtje të vatanit në Algjir kanë ardhur 1 milion. Në vetë mbrojtje. E sa kanë ardhur viktima deri sot në Irakun e okupuar nga demokratët e në rrej, në thojza, mbi 1 milion viktima deri sot vëllezër të dashur, mbi 1 milion të vrarë. E sa fëmijë kanë me jetima, e sa grapë kanë me të veja, e sa sakata, sa armatim është hudhë mbi Irakun e pafajshëm. Për çka? Për çka bëhet luftët në Irak? Për bamërën bëthamore? Për ta likvidu Sadamin, diktatorin? O kri, e pse bëhet kjo luft? Se e duan të derdhin gjapun e muslimanëve dhe ta marrën pasurinë e tyre. Kjo është okupim modern në emër të demokracisë. Sa armatim është hudhë mbi Irak? Sa mi hudhë 3 bomba bërthamore. 3 bomba bërthamore jënë hudhë në Irak, jo bomba bërthamore, pa armatimi, qaq ka dëmtu, sa mi hudhë 3 bomba bërthamore. Pra vëllezër të dashur, ku është paradoksi? Shikoni, çfarë paradoksi? Edhe mo ka guxim dikush të thotë muslimanët janë terroristë. Muslimanët e duan luftë, muslimanët e duan gjakderdhje. Kurse si, pra vëllezër të dashur, pse ndodhi lufta e Bedrit?
Lufta e Bedrit ndodhi për ta mbrojtur Medinën, nga se Ebu Gjehli të bëj ushtrinë e vet. Ebu Sufjani tha nuk ka nevojë të shkojmë të luftojmë, se disa njerëz kanë dalë ta ndalin karavanin i cili shkonte prej Sirie të kalon nëpër Medinë, pranë Medinës ka Bedri, të shkon në Mekë. Të shtoja, Ebu Sufjani ke mjeshtër i mirë, e shpëtoi karavanin dhe tha nuk ka nevojë të luftojmë. Por Ebu Gjehli tha, jo, na nuk i lëm ato rahat. Ne të shkojmë aty dhe t'i vrasim dhe t'i presim, edhe dhe të marim kombëtare me vete, dhe të marim ushqime, dhe t'a festojmë fitore. Kështu tha Ebu Gjehli, dhe të bëjmë 1.000 ushtar. Mi 1.000 ushtar mushrik. Sa të bëjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Lufta e Bedrit ka ndodhur në vitin e ditë të hijretit. Bashkë në atë vit që kanë fillu musliman të agjënojnë në Ramazan. Ramazani u bë fars 3 natë të Shabanit, kurse lufta e Bedrit ndodhi me 17 Ramazan, pra duke qenë një nushëm, por është një shumë karakteristiki, vëllezër të dashur. Allahu Xhelal, muslimanëve së pari ja u bani fars zeqatin, pastaj agjërimin e pastaj xhihadin. Shikoj. Zeqatin, agjërimin e pastaj xhihadin. Xhihad do të thotë me mbrojt vatanin. Pse zeqatin së pari? Se për me bo xhihad duhet me pas financa. E pse agjërimin? Njëherë duhet me mund vetë me agjërim, shejtanin dhe nefsin, e pastaj armikun. Ai që nuk ka gjënon, që se në rinë pa buke pa uj, ai se një balafaqon armikun. Ai të dunë se në la dohon. Se në la, imi marrë vesh për këtë sënë, sa probleme në bon. Pra ai që se në len dohonin, ai që se në mba Ramazanin, ai që se në jep zeqatin, ai se në runë vatanin. O vëllezër të dashur. Pra, zeqati, agjërimi, xhihadi. Muslimanët ishin me agjërim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kuptoi se me klasit që në pregatit për të sulmu Medinën, i të bëjë musliman të xhamia vetë e bekuar, dhe tha, o vëllezër musliman, ju ensar dhe ju muhaxhirin, ju medinasit dhe ju mekkasit, armiku po vjen prej Mekës të na sulmon. Çka mendoni ju? A duhet të dalim të pritim të luftojmë, apo të rrim të vinë të na okupon në Medinë? O ngrit një prej muhaxhirëve. Prej muhaxhirëve, pra prej mekkasve. Tha, jo ja Rasulullah, do dalim dhe do ta mbrojmë vetë vatanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hesht. Tha, çka mendoni? Ebni mendimin e juaj. O ngrit Sa'd ibn Muadhi Medinas, Ansar. Tha, ja Rasulullah, ti si duket ke për qëllim neve Ansar, që ato ishin në shpitve, ato s'kishin pas probleme me kasit. Problemi me kasve ishte me pejgamberin dhe me mekasit që kanë ikur nga Mekka. Mirë pa ai, musliman, ensarët musliman, ato janë të hasmum me muhaxhirët, por ne jemi vëllezër, pejgamberi na ka vëllazëruar. Pra, armiku i tyre është armiku jonë, miku i tyre është miku jonë. Tha Sa'd ibn Muadhi, ja Rasulullah, ne nuk të themi ti si i kanë thonë jahudit Hazreti Musës. E çka i thanë jahudit Hazreti Musës? Që këto jahudit trima, që këto që masakrojnë fëmijë, që këto që nuk i lënë njerëzit ta falin xhuman, ta falin taravih në Mesxhidul Aqsa, frikën për njerëzve, për namazin. Vëllezër të dashur, që ta, por muslimanët e kanë merituar këtë situatë, e kanë merituar vëllezër të dashur. Prandaj u ngrit Sa'd ibn Muadhi dhe tha, ja Rasulullah, ne nuk të themi ti si i kanë thonë jahudit Hazreti Musës. E çka i thanë? Kur i tha Hazreti Musa, o njerëz, Allahu na urdhon t'i kthehemi vendit ton nga i cili u kanë dëbu, nga se jahudit një fis tjetër i kish pas dëbu nga fshati i tyre, nga qyteti, ata kishin ikur dhe s'kishin ndërmend më të kthehen në to. Andaj tha, Allahu na urdhëron që ta sulmojmë atë popull dhe ta çlirojmë vendin. Çka thanë? Ja Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Tha no Musa, shkoti me Zotin ton lufto, çliroaj vendin na vim pastaj. Ti shko çliroaj e pastaj vimne, ti neve do na shtish lufta. Zoti na ruaj. Pejgamberit Allahut, i cili flet në emrin të Allahut, ato i thonë, nëse don ti largosh ato prej vendit, shkoti me Zotin ton, pse neve na ngarkon? Sa'd ibn Muadhi tha, ja Rasulullah, ne nuk të themi kështu, por ne të themi, ja Rasulullah,
ti me jamësi detit në mbasteje. Ti me hin det në mbasteje në kam. Edhe ka pas raste që muslimat ja kanë mësi detit në kam dhe kanë dalë në tonë. Allahu Gjellar ka liru rrugën, o vlezër të dashur. Pra pejgamberi u gëzu dhe i të bojë musliman, i pregatiti sa u bo numri ushtarëve musliman të cilët të luftojnë në Bedër, pra arriti numri 314. E sa ishin mushrikët e Mekës? 1000. Subhanallah. Dhe arritën në Bedër. Na nuk kemi për qëllim ta tregojmë si histori, po nga kjo ndodhi duhet marrim mësim, o vëllezër të dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e xumës doli në fushën e Bedrit. Dhe gjithë natën fali namaz dhe ju lut Allahu xhalal. Dhe tha o Zot, nëse mushrikët e Mekës i zhdukin që këta 314, a disa pesh kanë pas që do 314? O vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu xhalal mund të ketë thonë atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, bani qka të doni, ju jeni të falë. Bani qka të doni, ju jeni të falë. A di shka të në të thotë ato 314, të cilët për herë të parë jënë balafaqu me mushrikun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Zot, nëse që këto zhduken, mo nuk ka kushta ngrinë për sëri islamin të troje, kufri do të mbizotëron, edhe lutë të Allahu Gjellar me të marë, sa që Ebu Bekri radiallahu anhu ja ngriti gjibën të cilit i ra gjibja duke ngrit durat të lartë, amon ja Rabbi, në ndihmo, se qafiri armiku është në numër më i madh, është i pregatitur, ka më shumë deve, ka më shumë shpata, të janë të varfër, të janë fukara, të janë të dobët, të janë të lodhur, por ti i forcon, o Zot, dhe kështu Allahu Gjellar i forcoj, dhe erë Gjibrili dhe e si hariqoj, dhe tha ja Rasulullah, Allahu Gjellar të ban selam, se në anën e juaj i ka 3000 melaqe të cilat ju dheq Gjibrili. Ju dheq Gjibrili. Pastaj erdi tha ja Rasulullah, Allahu Gjellar e ka shtu numrin, e ka ngrit prej 3000 në 5000. 5000 melaqe janë në anën tua. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep miq të ashabëve dhe thot, mos u frikoni, ani se janë në numër ata më shumë. Ato e kanë udhëheqje Ebu Gjehli. Ata ju dheq Ebu Gjehli, ndërsa juve ju udhëheq pejgamberi zgjedhur i Allahut në përkrahjen e melekut më të dashur, në përkrahjen e Gjibrilit me 5000 ushtarë. Kështu që i kurajojnë musliman, ju rrit vullneti, ju ngrit morali dhe pozicionoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ushtrinë në një vend të caktuar. Ai kishte mirë kuptim, ai ishte i urtë, nuk ishte mendje madhe, erdhi djalosh i ri. E kishte emrin Habab ibn Mundhir, tha ja Rasulullah, këtë vend Allahu ta ka caktu, Allahu ka urdhëruar që këtu të ndalemi, apo vetë ke zgjedh? Tha jo, vetë ku zgjedh për të pozicionuar në këtë vend, do t'i bëjmë ballë mushrikut. Tha ja Rasulullah, unë mendoj se me lënë këtë vend me shkuman aton pak përpara, do t'ishte më e rëndësishme. Tha pse? Tha se çati është një burim, është një kran, tha ujë ka, në dalëm në aton ujit, që ne ta kemi ujin me vete, se në ashterët ujin betin pato, mos e lom armikur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu të shpërblef, çoni burrë, e ngriti ushtrin për fjalën e çati djaloshi i tri, por ai kishte me vend. Dhe ndroi vendin dhe u pozicionu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ditën e xhumo, pra dita ishte xhumo, 17 muajt Ramazan, vëllezër të dashur, u ballafaqu Ebu Gjehli me ushtrinë e tij, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ashabët e tij. Por për fat mirë, vëllezër të dashur, ndër viktimat e tyre që ranë, nga 70 viktima që ranë dhe mushrikëve të Mekës, një prej tyre ishte vetë Ebu Gjehli. Po habia është më e madhe kur kuptojmë se kush e vrau, kush e preu Ebu Gjehli. Ebu Gjehli nuk e preu Hazreti Omeri, as Hazreti Babekiri, as trimi Aliu, por Ebu Gjehlin e preu ditjen mosha 3 që si kishin mbush edhe mon 20 vjet. Ditjen mosha 3, Muavedi dhe Muadhi. Thot Abdurrahman bin Aufi radiallahu anhu, thot duke luftu, mu afrun ditë gjem të ri, dhe më thanë, migjo,
Ebu Gjehli? Këtë se ka njohë, të ri. Cili është Ebu Gjehli? Tha, unë ju tregova, ju thash, filani është Ebu Gjehli. Qaj? Tha, kur e pa në Ebu Gjehli një vërsolën si luana. Pa kur farë trembje, si luana ju vërsolën dhe Iran me një herështu. Pa pritmas, Iran Ebu Gjehli dhe rëzullën për tokë. Dhe me gzim, vëllezër të dashur, me gzim të madh. Ata e di sa gëzon, ma tepër se sa gëzohen 3 tonë kur japin gojë. A keni pas sa gëzohen? Fluturim, e bajnë shpihin një një tjetëri. Por këto nuk dhanë gojë, vëllezër të dashur, këto e rëzum kryet e shirku të rëzum për tokë. Dhe me gzim shkum të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulullah, tha Muavedi, e preva Ebu Gjehli. Muadhi tha, ja Rasulullah, unë e preva. Leftrant, unë e rëzoma për tokë. A njëri thët unë, a qitri thët unë. Krenari e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Muavedi ta, mere shpatën tasha, kure pa shpatën e gjakosën. Tha Muadhi, bere ty shpatën, kure ngriti edhe e gjakosën. Tha, zbahar shku e pas Kiprej, Zotë ju shpërblet. Zbahar shku e pas Kiprej, tu dit me një heri kana. E tani i mbet rendi Abdullah bin Mesudit radiallahu anhu, të cilit Ebu Gjehli ja pak shkri veshin pran qabes aj kur lezon të Kur'an, shku Abdullah bin Mesudit dhe ja hoqi kryet. Por, ku shërzoj për toke, 2 djelmoshë, pra vëllezër të dashur, ka qenë moralin shumë i lartë, në pranin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fiton musliman në ballafaqimin e parë, 314 mbi 1000 mushrik, 70 mushrik ranë viktim në kryje me Ebu Gjehlin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjibril alaihi salam i tregonte si që ka tregu Allahu Gjelal, natën e Bedrit me disa ashab, hecë vendin dhe thoshte, që këtu e ka vendin ku do të bjen Ebu Gjehli. Që këtu e ka vendin filani, që këtu e ka vendin filani, kështu ja të regonte vendet se ku do të binë viktim, ku do të vriten, ku do të priten mushrikët e Mekës. Pra kishte një bindje, se ata do të priten e këto do të fitojnë me urdhën e Allahu Gjelal. 70 uvran dhe 70 zonë ro. E sa uvran prej muslimanve? 14. Pra 14 musliman ranë shahid dhe lufta mbaroj për një paradite. Kjo nuk zgati me vitet e tëra. Paraditës gjuma fillojnë mëngjes, mas dite o kry. Fitoria e pare muslimanve, gëzimi madh. Mirë po, mushrikët e Mekës nuk u rahatu, mushrikët e Mekës nuk u qetësu, edhe mo pregaditën që të hakmeren kundra muslimanve dhe pregaditën një ushtri prej 3000 ushtarë. Kur ndëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e të bëj ushtrinë sa u rrit numri tash në luftën e Uhudit, të cilët do të vinë mushrikët e Mekës ta sulmojnë Medinën, të hakmeren, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëj 1000 ushtarë. 3000 me 1000. Fatkeqësia ndodhi se kryetari munafikëve, Abdullah bin Ubej bin Seluli, e kishte pranuar Islamin me emër, po jo me zemër. I mashtroi disa njerëz, vëllezër të dashur. Nifaki, hipokrizia është sëmundje e rrezikshme. Ashab të pejgamberit, pejgamberi përpara këto mrapa kim mbas duke bo shpifje fitne dhe duke thonë, e çka kemi ne? Pse dalim ne në Uhud? Na rrim Medinën. Na e broj Medinën, po pse me dalë në Uhud me luftu? Çka kemi ne me këto që kanë ardhur prej Mekë? Lese kanë ardhur kemi prit, ju kemi dhënë shtëpi, ju kemi dhënë pasuri, i kemi ushti. Tash edhe në luft në fusin sa herë dojnë këta, a me këto do luftëm na? A problemin e këtyre kemi na? Kështu thoshte Abdullah bin Ubej bin Seluli, për fat të keq, gjeti 300 njerëz të cilët e ndëgjun fjalën e tij. 300 muslimanë u kthyin pra. E lan pejgamberin me 700. Fitnja shumë e keqe o vëllezër të dashur. Kur i mrini lajmi pejgamberit tani ja Rasulullah, kryetari munafikëve tha i mur 300 edhe u kthyi te mas. A di çka tha? Alhamdulillah. Pse ja Rasulullah u pas ka pastru ushtria prej munafikut se ai edhe në front bandam. Murtedi, munafiku është i rrezikshëm. Tha alhamdulillah që kanë kthyi, është pastru ushtria.
Ma mirë 700 të pastër se 1000 brenda krimi. Ma mirë pak e mis se shumë e flisht, se shumë e me nifaq, me hipokrizi. Dhe dulen në luftën në fushën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 50 musliman ju caktoi pozicionin, vendin që ato të arrujnë shpinën. Të arrujnë shpinën në ushtrisë. Dhe ju tha, çka të ndodhje le të ndodhë, ju mos e luni këmbën për këtij vendi, derisa unë të vit ju thonë, heci. Filloi lufta, 700 me 3000. Musliman shkon përpara, armiku kthe shpinën dhe filloi të ikje. Ikur mushrikët. Shumë viktima ranë për tyre. E këthyn shpinën, këta 50 që ki numri këtu. Nuk e mbajtën fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër ishte komandant Khalid bin Velidi. Khalid bin Velidi ishte në krye të mushrikëve, komandant suprem. Khalid bin Velidi edhe e caktoi një numër dhe tha mos të luni këmbën prej këtij vendi. Ata e mbajtën fjalën e Khalidit të se mbajtën fjalën e pejgamberit. Këta që lëshuën fjalën e pejgamberit e humbën luftën, ata që mbajtën fjalën e udhëheqësit e fituan. Si? Këta kur lëshuën vendin mrapa, ju vonë mrapa atyre që iknin, muslimanët ndjekin, edhe këto mrapa, Khalid bin Velidi kur e pa vendin e shprast, me që ato që i lanë pozicionet dhe hethni ju me mu, edhe dunën prej mrapa dhe i sulmun muslimanët. Kur i sulmun prej mrapa, ato tjerët kur i panë se këto kanë bet mes, gërshanë, ushtarë mushrik për para, edhe mrapa, edhe të u këthyn, edhe këto mrapa, i zunë muslimanët në mes. Muslimanët u destabilizu, muslimanët u trazu, sa që disa për tyre në shumë vendin, e sa për tyre ranë viktima, pastaj ranë, 70 muslimanë ranë viktima nga shki gabim të cilin e banë muslimanë. Në mesin e tyre dhe Hamza radiallahu anhu, zotriu i mbarë dëshmorve se një dëshuhada, Hazreti Hamza ra dëshmorve. Gabimi ku ishte vëllezër të dashur? Gabimi ishte se nuk e ndëgjuan urdhnin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ishte pejgamberi në mesin e tyre, edhe pejgamberi të rreziku jeta sa që ja thinë dhëmballin dhe plagosën pejgamberin në fytyrë, sa që i ra gjaku në fund të këmbëve. Këtë e pagujti pejgamberi si dënim të atyre që gabun. Ata gabun në vëllezër të dashur. Njëherë musliman e lanë urdhin e pejgamberit, e humbën luftën, e muslimanët e sodit. Si duhet ta fitojnë luftën? Si duhet ta fitojnë luftën musliman kur as urdhën pejgamberit në vetë se që? Lufta e Uhudit pra mbeti si shkollë, si mësim, si ders, të mbushen me men. Andaj shumë ulema kanë thonë, lufta e Uhudit nuk llogaritet humbje. Nuk llogaritet humbje, nga sa ta nuk e shumë fronti, por e humbën një numër të konsiderueshëm të muslimanëve në radhë dëshmor, por nuk e kthyn shpinën. Mbaroi lufta. U ngrit Ebu Sufjani. Pasi mbaroi lufta, kur i pasë shumë musliman kanë la për toke në mesin e tyre dhe Hamza radiallahu anhu, hipi Ebu Sufjani me një kodër mbi një shkëmb dhe me zotë e lartë tha, e fiku Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Tha, a është në mesin e juaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I pyet ata musliman. Pejgamberi ishte ulur, nuk njifeshte, nuk dukeshte, por ai pyet se u shpall lajmi se edhe pejgamberin e kanë vrarë. U shpall lajmi te muslimanët se edhe pejgamberin e kanë vrarë. Nga se sulmun pejgamberin përsa afërmi, por në mesin atyre që mbrojtën u afrua edhe një grua e cila ishte mas ushtrisë, e cila mjekonte ushtarët e plagosur, e cila ju shërbente muslimanëve mrapa, u detyrua edhe ajo të afrohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka e kthesha kryet e gjesha para vetes një grua quajtur Nusejbe. Ajo Nusejbe tha e mbronte pejgamberin, a disa burra ja kthin shpinën. Ebu Sufjani thot, e fiku Muhammedu, a është në mesin e ju Muhammedi? Sallallahu alaihi wasallam, ai pritte mos është vrarë pejgamberi, atë dëshminë kishte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la tujibuhu, thot mos i fol. Tha, pas ka shku. E fikum Ebu Bekrin, a është në mesin e juaj Ebu Bekri? Pejgamberi thot, mos i përgjigjni. Tha, edhe ki pa ha shku. E fikum Omer ibn al-Khattab,
Tha mos I folni, tha edhe ki pa hashtu. E fikum Ali ibn Abi Talib, a është në mesin e juaj Ali I biri Abi Talibit? Tha mos I folni, tha e pas kim luftu, e pas kim fitu luftën. U gëzu Ebu Sufjani, u ngrit Omeri, radiallahu anhu t'i përgjigjet, t'i thot se jem bashtru, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha hesht. Tani Ebu Sufjani kur e pas e nuk u përgjigjen këto asnjani, tha ja ala Hubel, tha u ngrit lartë Hubeli një put që adhuron ta I vend Zotit. Kur tha ja ala Hubel, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha a nuk I përgjigjen? Deri tash më thonte mos I folni. Kur është në pyetje se ai mendon se është vrarë pejgamberi, ani, le të mendon. Është vrarë Abu Bekri, Omeri, Aliu, ani. Po kur tha I lartë qoftë Hubeli, rënoft Hubeli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha a nuk I përgjigjen? Do të thonë nuk mundi ta duroj pejgamberi këtë fjalë. Kjo fjalë e rëndë. Do të thonë lartë Hubeli, ku vet Zoti, ju e keni Zotin në Hubeli. Na me Hubelin fitum ju me Zotin humbër, subhanallah. Kështu I vinë mana, kuptimi I del kështu pra, ju me Zotin tuaj e humbët luftën. Ne me Hubelin e fitum, pra mëj math Hubeli se Zotin, subhanallah. Atëherë tha, a nuk I përgjigjen? Tha, qka ti themi? Tha, thuaj, Omer, thuaj, Allahu a'la wa akbar. Thuaj, Allahu është mëj lartë dhe mëj math. Allahu a'la wa akbar. Allahu është mëj larti dhe mëj madhi. 3 herë tha Omeri radiallahu anhu. Atëherë Ebu Sufjani tha ja mun bija. Tha një dit me një dit, një me një. Ju fitut në Bedër, ne fitut në Hud. U bon barabar. Atëherë Omeri radiallahu anhu tha katlana fil gjenne wa katlaku fil nar. Tha nuk jemi të barabar. Nuk jemi të barabar. Pse? Se ato tonët, shahidët tonë në gjennet, a këto tujt në gjennet. Pra ato tonët në gjennet, nërsa tujt në gjennet. Dhe kështu përfundoj vëllezër të dashur, lufta e Uhudit. Ja pra, çka morëm mësim nga lufta e Bedrit? Nga lufta e Bedrit e morëm mësimi se me këmbguljen e muslimanëve dhe me ndihmën e Allahut dhe me prezencën e melaqeve, por Allahu Gjelal ju tërheq vërejtje muslimanëve që të mos mendojnë se ata kanë fitu me triminë e tyre ose me përkrahjen e melaqeve. Po melaqe çka ishin? Me ma gja'alehu Allahu illa bushra. Melaqet ishin vetëm për inkurajim, për siharikim, për ngritje të moralit të ushtarëve musliman, ndërsa lufta, fitoria, wa man nasru illa min indillah, fitoria vetëm për Allahut. Fitoria vetëm për Allahut. E në luftën e Uhudit, çfarë mësimi morën musliman? E morën mësimi se me lënien e urdhit të pejgamberit e humbën luftën. Edhe pse nuk llogaritet, kretë e humbur, por I humbën 70 musliman. Kalon në një rast tjetër, vëllezër të dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çonte delegacione për t'i ftuar njerëzit në Islam. Ai është obligimi I tij. Ai nuk mund të rrinë rahat. Jemi bo musliman që tu Medinë dhe u kry. Jo, ai duhet të çon delegacione, të çon shkresa dhe letra njerëzve që ta pranojnë Islamin, se ai nuk mund të rrinë rahat. Kur në Qabën e bekume ishin 360 puta. 360 puta në Qabë, edhe pejgamberi të rinë rahat, jo, ai duhet të mendon për ta çliru Mekën dhe për ta pastru Qabën. Ai duhet të mendon këtë, por kjo nëse nuk bëhet në paqe, bëhet në luftë, po Mekja u çliru me paqe, alhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çon një njeri në krye të delegacionit të udhëheqësi Bizantinas, pra në Sirinë e soçme, e çon një njeri me një shkresë që t'i thot mbretit të Bizantinas, Eslim Teslem. Pranoj Islamin në do të shpëtojsh. Që ka? Eslim Teslem. Pranoj Islamin. Nuk duam për juve as pasuri, as tokë, as kur gjonë nuk duam. Vetëm duam ju ta pranoni Islamin. Por ato jemi dërguar
Liukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ka thënë Allahu xhalal, e kam dërguar pejgamberin për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë. E tash pejgamberi duhet ta çon vend misionin e vet dhe e çon një misionar në letrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai kur e merr letrën, në vend që ta lexon, në vend që ta falënderon, e pranon ose se pranon është problemi i tij, por çka bën ai, urdhëroi njerëzit e vet që këtë delegacion ta vrasin. Kur e lajmi pejgamberi prit se do të vinë ata njerëz duke erdhur, i lajmi se ato i kanë vrarë. Çka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ju tha muslimanëve, do të përgatitemi dhe të shkoni ta merrni gjakun e vllazëve tuaj. Jo ato t'i bëjnë musliman me zor, por ato e kanë vrarë ambasadorin. Edhe në diplomacinë e sotit, ambasadori nuk dëmtohet. Ai ka qenë ambasador i deleguar, merre letrën edhe u kri puna, mirë pa ato e traftuan emanetin dhe e vran delegacion. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu boi 3000 ushtar, 3000 musliman. Dhe i caktoi 3 udhëheqës, 3 komandantë. I pari Zeid bin Thabit, i dyti Jafer ibn Abi Talib, vllai Hazreti Ali, dhe i treti Abdullah bin Rabah. Pse i caktoi 3? Subhanallahu, është pejgamber. Allahu xhelal i tregon se Zeid ibn Thabit do të bjerë shahid. Edhe Jafer ibn Abi Talib, edhe Abdullah bin Rabah. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju 3000 ushtar, i keni 3 komandanta me rend, jo 3 komandanta me njëherë, jo, 3 me njëherë, jo. Jo, 3 udhëheqës me njëherë nuk ja vlen në Islam. Një. Tha, Zeid ibn Thabit është komandanti juaj. Po që se bjen shahid, ai nuk i tha Zeid prej këtu se do të bishin. Po që se Zeid i bjen shahid, e merr flamurin Jafer ibn Abi Talib. Po që se Jaferi radiallahu anhu bjen shahid, e merr flamurin Abdullah bin Rabah. Po që se dha i bjerë shahid, unë nuk ju caktoj mo, por ju vetë do të zgjedhni njënin cilin ju të donë. Dhe vazhdoj ushtria rrugën, shku në vendin e quajtur Maute. Atje ju ka ndarë në pritje Bizantinasit dhe shumë fise arabe kunder muslimani. E sa ishë bo numri atyre, këto kenë 3000. E sa ato ishin të buar 100.000 Bizantinas dhe 100.000 Arab. 200.000 ushtarë. Kur shkojnë këta, subhanallah, kur e shofin numrin, lëshojnë disa njerëz që të pysen nga dale natën, ta shofin sa është numri tyre, ato lavdrohen, dhe nuk e din me kofonin, thënë, ne jemi fitues, na jemi 200.000. Vjen lejmëtari, i tregon Abdullah bin Rabah, as Zeid ibn Thabitit, i tregon Jafer ibn Abi Talibit si komandantat caktuar nga pejgamberi dhe thënë, ata janë 200.000. Ata njoftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë ndodhi. A hihet në luftë 3.000 me 200.000? A ka logjik? Subhanallah. Me logjikën tonë nuk del tamam. Matematika jonë me njëherë dështon, dispar, 3.000 me 200.000. Kur i mrini lajme Abdullah bin Rabahas, tha, o burë, ne nuk luftojmë me numër, ne nuk luftojmë me fuqi, ne e bëjmë tonën, andihma na vjen prej Allahut. Allahu ka mundësi të na ndihmon edhe me këtë ushtri të madhe, por ne nuk ka kuptim ta shqetësojmë pejgamberin. Çfarë kujton ju? Ti që një njeri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ti thot ja Rasulullah, a të hinë në luft, apo të kthejnë të mas, se armiku është përba për një ushtrije 200.000 ushtar. Abdullah bin Rabah tha jo, linje pejgamberin ka punë të veta, ne inshallah, iznillah, do të hinë në luft me ndihmën e Allah, e Allah do të në ndihmon, u pajtun në vlezër të dashur, u pajtun dhe e fillun luftën. E fillun luftën mbas pak kohë, po numri muslimanëve të vranë ka qenë shumë i vogël për befasi. Mbas pak kohë ra shahid Zeid ibn Thabit. Me njëherë mur flamurin në dorë Jafer ibn Abi Talib. Kur e mur Jafer ibn Abi Talib flamurin, luftoj sa luftoj, një mushrik ju afro afër dhe ja preu krahë.
E mori flamurin me krahun tjetër, me dorën tjetër, ja prehu edhe tjetër. I ra flamurin tokë. E kapi flamurin me gojë, me dhëmbë, e shtrëngoj. Subhanallah, mundosh të ta mbaj flamurin në gojë që të mos ta lënë të bjen poshtë. Sa ai është emanetik, pejgamberi ka thënë ti do ta mbash flamurin. E si ta lë flamurin në tokë, po si ki durët, po do të mundohem ta mbaj, me çka mund, me gojë do ta mbaj, me dhëmbë. Subhanallah, derisa ra shahid. Ra shahid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e shoh Xhaferin duke fluturuar në xhennet. Xhaferi fluturon në vend të krahëve, Allahu xhelal i ka dhënë fjet. Krahët i ka humbur në luftë, e pastaj ka ra shahid. Por në vend të krahëve i ka dhënë fjet dhe Xhaferi fluturon si melaçe në xhennet, barabar me melaçe. Ai është njeri, por me fjet. Kështu ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si kompensim Allahu xhelal krahët e tij të prem, të kputur, ja ka kompensuar me fjet. Pastaj e merr flamurin Abdullah bin Rabah, edhe ai bie shahid, radiallahu anhu. Pastaj të bëhen musliman, si që ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe konsultohen mes vetë. Pejgamberi tash na ka lënë neve të zgjedhim. Cilin do ta zgjedhim komandant? Do ta zgjedhim Khalid bin Velidi. Cili ke Khalid bin Velidi? Khalid bin Velidi ke shkaktari i disfatës së muslimanëve në luftën e Uhudit, por Khalidi kishte vetëm 18 muaj që kishte pranuar Islam. Khalidi musliman i ri. Bash Khalidi do t'i jepet flamurin, komanda do t'i jepet Khalidit që ki gjeka hin Islam, po të musliman nuk ka se nga të resa. U pajtun që t'ja japin komandën Khalid bin Velidi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lajmëronte, kur ra Zeid bin Thabit shahid, tha Zeidi ra shahid. Pastaj tha Xhaferi ra shahid. Pastaj tha Abdullah bin Rabah ra shahid. Pastaj tha, e tash musliman e kanë zgjedh komandant të tyre një shpat për shpatave të Zotit. Khalid bin Velidi e quajti pejgamberi prej atje një shpat helmuse për shpatave të Zotit. Khalidi musliman i ri, 18 muaj musliman. E merr komandën Khalid bin Velidi dhe me strategjinë e tij e ndron pozicionin e ushtarit. Ata që kanë qenë në të gjatë, po musliman të rresht, lufta frontale, rresht, ballë për ballë. Ata që kanë qenë në anën e majt i qenë në të gjatë, ato të gjatës i qenë në të majt. Ata që kanë qenë në rreshtin e pari qenë në të dytin, ata të dytit në të parin, ja ndron vendin. Kur ngrihen Bizantinasit, në mëngjes që të fillon luftën, Khalidi për gjithë natën ka po strategjinë e vetë. Kur ngritën ato si këshin ndru vendin, pa në kjerë njerës. Thanë, po këto me numrin që patën, sa të qëndru shumë ishin, po tash që kanë ardhe dhe qërë ushtarë, për të ftyra si kemi pa, këto sonë të pas kanë mëri. Këto pas kanë ardhe tash, të e të pushushëm, po na e mirlorë, të e të pushushëm, këti në sutilet para, dhe fillon me të madhe të thoi, ju pas kanë ardhe dhe mo ushtarë muslimanve, shumë të forë, shumë të pushushëm, qenë kanë, ju hini frika, fillon të trazohen, të frikohen, u destabilizohen, fillon të ikin, dhe muslimanti marrin mbrapa. Në këtë ditë, Khalid bin Velidi, si komandant, por komandanti nuk kanë dhejt në strehimaro, dhe se të dashë. Komandanti nuk kanë dhejt në podrum, të shqyqon ushtarët me dilbija, të shqyqon në përmes kamerës, por komandanti kanë pri i pari Khalid bin Velidi ka vazhdu luftën, dhe në vetëm për një ditën e parë që ka luftu, i ka thuj 9 shpatë. Shpata ka thuj, me nuk ka prej drumë. Vallaj nuk ka qenë madhe në Zabel, e i ka thuj 9 shpata. Njerës ka prej 9 shpata i ka thuj, njëna e është thuj, e ka hudh, e ka dhënë qitër, e ka hudh, e ka dhënë qitër, 9 shpata ju ka thuj tehen Khalid bin Velidi, tu presu o më qarë mushtik. Edhe destabilizun, edhe këtyn shpinën, muslimat e fitun luftë. Alhamdulillah, 3.000 me 200.000 e fitun luftën, edhe shkun u këthin në Medine. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej këtij momenti, Khalid bin Velidi dhe quajti shpata e Zotit helmuse, e pastaj tha, nuk humbën ajo luft
nuk e humbin muslimanët atë luftë në të cilën do t'jetë Khalidi. Në atë luftë që do t'jetë Khalidi, nuk do ta humbin luftën muslimanë. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të dashur, Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, pasi ndroi pejgamberi Ebu Bekri e Omeri si khalife, e dërgoi ushtrin në kufit e Irakut të lufton. Khalidin e caktoi komandant, ka mbarimi luftës e qeni tjetër. Tha, mere këtë letër dhe shko te Khalidi, epja letrën, mos gabon ta lexosh. O vëllezër, subhanallah, para mendoj, njeriu e ka marrë letrën, Omeri radhiyallahu anhu i ka thonë mos gabon ta lexosh letrën, por letrën kur ta lexon Khalidi do t'ja japësh në dorë. Dhe ki ka marrë letrën në xhep dhe shkon te Khalid bin Velidi radhiyallahu anhu, lufta mos ka fundi, do të mbaron lufta. Dhe ki dorëzon Khalidit letrën, emanetin të cilin ja ka dhënë Omeri radhiyallahu anhu. Tha Khalid, merre këtë letër e ke për Omeri. Khalidi bismillah e çon letrën. Kur në letër lexon, Omeri e urdhëron Khalid për këti momenti flamurin dhe komandën që adërësosh që këti njeriu, që ta ka pru letrë. Khalidi radhiyallahu anhu thot Allah dashur, po në letër shkruan Omeri se ti duhet t'jesh komandant. Ai befasohet, me vërtet befasohet për digjara, se letrën e ka pas me vete, ai se ka qenë ta lexon emanet. E dyta befasohet, si unë komandant tash në fund lufta mbaron. Duhet ta mbaron lufta në komandën atij që ka fitu, jo në komandën atij që ka ardhur. Tha kështu është urdhni Amirit, ja jep flamurin, ja jep komandën, do ti para unë mbrapa, ti komandant unë shtab. Bëhet ushtari thjesht, pash zot. Njerëzit tonë në të mitinget zgjedhore e mbajnë pak flamurin nga rendin ande kënde, kur stabilizohet thot, mund ta konvent se unë kur mbaj flamurin i kom shata tjera. Po që mendonte? Unë apë dhe hava këm nga renda. Një rezervar benzinë këm hatru. Qka me nonti? Me rabën time këm nga renda unë. Unë du vend. Subhanallah. Khalidi e ka fitu luftën, ja dërzon komandën, Khalidi bëhet ushtari në ndonë. Thot ti para, unë mbrapa. Qka të thush ti, unë bëj. Ti qka të thush, unë të bëj. Unë jë ushtar. Ti e komandant. Vazhdo në lufta baron, fiton musliman. Njëri afro Khalid bin Velidi, një njeri, tha sabra një emir. Tha sabër o komandant, tha, se kjo është e fitne, tha, kjo është sprov, fitne. Khalidi e hek shpatën, thot vallahi të mos ishim në luft me armikun të kisha hek krije. Si mund të thush ti fitne duke qenë Omeri gjallë. Pejgamberi ka thonë sa tjetë Omeri s'ka fitne, Omeri ka qenë dera e fitnes. Kur të vritet Omeri qile dera del fitne a medan, a sa tjetë Omeri gjallë s'ka fitne. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Khalidi ka besu fjalës pejgamberit ta. Emma Omerun haj fela. Tha jo, mos tuj fitne. Duke qenë Omeri gjallë nuk ka fitne. Tha kjo është hekme. Hekme do të thotë urtësi, mençuri. E ka marrë këtë për mençuri. Mo të ka largu çfarë mençuri ty të ka hek pi komande. Kjo është urtësia, mençuria Omerit. Çu thot Khalidi radhiyallahu anhu. Edhe kthehen në Medinë fitus. Dare njerëzit e pritin komandantin që ka fitu luftën, cilin atë qetrin, atë postjerin, jo Khalidin, Khalidi shkon mbrapa si ushtar. Subhanallah. Tani, e pyetën Omerin, ja Amir al-Mu'minin, pse ndrova Khalidin në momentin e fundit? Tha, e ndrova se Khalidit nuk i ban dëm. Khalidit nuk i ban dëm, a është komandant, a është ushtar, a është modest. Dhe e ndrova komandantin që të mos sprovohen musliman që të mos dyshen dhe thërë pa, ta mërë me endja, ne luftëm se Khalidi ishte, se mes kon Khalidi dhe të humshim. Jo, fitohet me Allahum, me ndihmën e Allahum, me ta din se edhe me Khalid, edhe pa Khalid, kur donë Allahum, fitohet. Pra kishte hikmeti, urtësia e Omerit radhiyallahu anhu. Pra vëllezër të dashur, këto ishin tre mësime, këto nuk i thamë për histori, këto nuk i thamë për ta harxhu kohën, nërmjet i qindis dhe iftarit, për ta humë kohën, jo vëllezër të dashur. Këto e mësim për ne, mësimi i luftës e Bedrit, mësimi i luftës e Uhudit, dhe mësimi i gazvetul mauti, luftës e mautës. Këto muslimat kanë marrë shkollë dhe kanë marrë mësim. Ne lusim Allahu Gjelal, që muslimat të mësohen nga e kaluara i herë për gjithmonë. Lusim Allahu Gjelal, muslimat të bëhen modest,
të mos banë kreneq, të mos kenë kibër. Vëllezër të dashur, muslimanët të mësohen se nuk vdes njeriu prej luftës, nuk vdes prej luftës, vdes prej xhelit. A dini ju se kur i ka ardhur xheli Khalid bin Velidit, o shtri Halidi i sëmund dhe ka filluar me qarë. Ka filluar me qarë me zon. I ka thonë, ja Khalid, a ti frikosh për vdekjes a? Po pse po qarë? A pse po vdesa? Khalidi radiallahu anhu tha, ma shpalloni pak gjiksin. Kur e shpallon gjiksin tha, a ka obre do një vend pa plagë? S'kishte vend pa varë. Këtë varë. Tha përkrahëm krejt plagë, varë. Po tjetrin? Tha o burë. A e shifni? Në trupin tim ka mbi 80 plagë. Mbi 80 plagë. Shitje, shpar, shitje, shpar. Po 80 plagë, Khalidi të gjitha i kishte për para. Asë nëse kishte ka shpinë. Pse ta ketë ka shpinë? Po se ka këthi shpinë kur një herë armiku. Gjithmonë i ka ditë në barë. Kur se ka këthi shpinë? Khalidi tha, unë nuk qaj pëse po vdes. Po më vinë shumë keqë. Se gjithë të plakë që kom marë, se kom pas fatin të vdes shahid. Unë kam desh të shkoj shahid. Nuk kam dash unë të shtrihem si devja një distot. Po tha nuk vdes burri kështu o burë. Tha unë e qaj se nuk më ka hije të vdes kështu burri, a vdes kështu për Halidi s'ka qenë burni. Me vdek noda, i shtrima, në dyshet. Krijet një astik, po vdes. Halidi si ka pas hije. Khalidi tha unë kam pas rendin dhe dëshira ime, e flak ka qenë, unë të mbes shahid, nga se ka pas një herë ka hin luft dhe ka shku shahid. Unë e gjithë të plagi ka marë, nuk tha gjithë të fitore. Halidi nuk i përvendi fitore. Halidi nuk tha, unë e fitova luftën e motes me 200.000, i munda e fitova. Osa tjetërën, por tha, unë i mora plagët, e nuk vdiqja shahid, nuk shkova shahid. Pra ndaj qaj o burra, nuk qaj se po vdes. Edhe kjo është një des, edhe kjo është një shkollë në vete, edhe kjo është një mësim o vdesër të dashën. Se ato burre e kanë ditë se nuk vdes njeriu prej shpatës, nuk vdes njeriu prej luftës, por vdes prej e qelit. Andaj kur kanë hinë në luft, më shumë e kanë dash të shkojnë shahid, se sa të kthehen për sëri në shtëpi. Njoni ka pas sa kokra hurma në dorë, hurma të thata, 3 kokra hurma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush ndron jetë në këtë luftë, shkon shahid. Ai kishte hurma të i hangër, i shqyqen herë tha, behrin. Behrin në gjuhën arabe thot mjaft. Tha në qëka të bon? Tha mjaft mëre? I hudhi hurma. Tha po pse më nuk i hangre? Po jo brëlla se pejgamberi tha shkon në gjennet. Unë shkon në gjennet, ha hurma gjenneti, jo këtë thata të dunjas. Këto të hurma të dunjas thata mund të më vënojnë prej gjennetit, da? Jo brëlla, tha unë e për gjennet. Edhe i hudhi hurma, hini në front, ra shahid. Halidit kër i kujtohet kjo i vinket, subhanallah, a i hini në luft, në herë hini në front, shkoj shahid. Halidit gjithë ka vara, vdes si devja një disë të vdes. Pra ndaj tha qarë, o vdesër të dashën. Lusim Allahu më gjelam. Muslimat të cilët kanë fitu, të fitojnë edhe një herë. Muslimat t'i kthehen asaj dhe të cilët kanë qenë ato të parët. T'i kthehen një asaj, pa u këthia ti ku kanë qenë ata, nuk fitohet vëzër të dashën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai që e kërkon shahid llokun, banje me këtë. Ai që e kërkon shahid llokun, ai që don të shkon shahid, Allahu ja shkruan shahid llokun edhe nëse vdes në shtrat. Pra Khalidi është shahid edhe mo. Khalidi është shahid, a nëse ka vdek në shtrat. Sa shumë e ka vdek shahid llokun. Por ai që don shahid llokun, o shahid të Allahu xhalal që punon, tenton, kontribon për din dhe do shahid llokun, ai do të jetë shahid ditë mahsheri, ai do të jetë me shahidët në xhenet edhe nëse vdes në shtrat. Lusim Allahu xhalal për hir të kësaj dite të bekuar, për hir të kësaj ditës të fitores të muslimanëve, Allahu t'ju jep fitore e mbar muslimanëve dhe neve rabbul alamin. Atje ku luftohen muslimanët, Allahu ju ndihmoft. Atje ku derdhet gjaku i muslimanëve, Allahu gjakun e muslimanëve ta kursen. Atje ku merren në përkam familjet e gratë e muslimanëve, Allahu ju ndihmoft. Zullumqtarët mes vetë shkatërrofin. Lusim Allahu xhalal ibadetin ton të na pranon. Istighfarin tawben ton kabul të na bën. Lusim Allahu xhalal nga azabi i xhehenemit të na shpëton, xhennetul firdausin nasib të na bën. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Në lagjen tonë, muezini dhe disa xhamat falen atje mbrapa veç safve ku ka vend përpara. Si është namazi i tyre? Ndash në xhamin tonë, ndash në xhamin tona, kudo që t'jese, safët duhet të mbushen. Si t'kese një saf të shprast, ai që falet mbrapa nuk ka namaz. Ato më duket se falin namaz të grave. Ju e dini, a është namaz grave. Kur falen burrat, nëse ka gra, e lën një saf të shprazët, gra, e falen ma mbrapa. E ato që e lën në safën e lirë, e falen mbrapa, ato bëjnë namaz të grave. Po grave vjo pranon, Allahu xhelal, se që është urnu, dhe za këtyne nuk jo pranon. Pra duhet të mbushen safët dhe zguzon me pas shprastin ndërmjet safët. Çka duhet të bën vajza e fejuar nëse i fejuar i asaj ndron jetë? A duhet të pritje? Nëse dy të fejuar, musliman, i fejuari, djali musliman ndron jetë. Vajza muslimane që ka qenë fejuar për to, duhet të pret 4 muaj e 10 ditë. Zguxon të fejohet, zguxon të martohet. Pritja është ide. Ide do të thot me prit vallë, kur vdes burri, gruaja s'mund të martohet, duhet të pret 4 muaj dhe 10 ditë. Pse? Ide i thonë me prit, ndoshta valla ajo mos është shtatzone. Po kjo është shtatzone, kjo është vetëm e fejuar. Jo, kjo duhet të pret për hatër të familjes së fejuar. 4 muaj dhe 10 ditë nuk guxon me u feju as me u martu. Pse? Se ato e kanë përcjell djalin në ahiret. Tash ti ajo me njëherë, thë lesë djalin e përcovën, po kjesën priti hiq, me njëherë u feju. Se pas ka dash hiq ato, hiq nuk në respektoj. Po që se ndahen, pra vajza e fejuar, duhet të pret 4 muaj dhe 10 ditë, nëse i fejuar i asaj ndronimi. E pastaj, është e një. Po që se ndahen, janë të fejuar, po ndahen, i fejuari ndahet, e prishin, fejesën. Tasha duhet me prit. Jo tash duhet me prit. Pse? Po, ai nuk ka vdek. Edhe ai se ka vdek që ajo fejohet, sa ai vetë është nda. Pra diferenca është kjo. Nëse vdes i fejuari, pritet 4 muaj dhe 10 ditë, nëse ndahet, nuk ka nevojë të prit. Zoti inshallah na ndihmon dhe na udhëzon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një vendi shenjt po thërrend, musliman kunda kam vend, që sa kohë më kanë lënë vend, ku është imani vërtet, që sa kohë më kanë lënë vend, ku është imani vërtet. Aksa në zemër të mbaj, aksa për ty me lën qaj. Aksa në zemër të mbaj, aksa për ty unë po qaj. Ka hun është faj.